Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë. Në këtë video unë do të tregoj ngjyrosjen së vezëve. Në enën që ne do të zjem vezët, do të vendosim një pecet në fund të enës. Për arsye që vezët të mos na plasariten gjatë zgjerrjes. Në zjarr për të zgjerrë. Fillojmë ngjyrosjen e vezëve. Do të hedhim nga një lumë ëmbëlsire me uthull të bardhë. Dhe tani do të hedhim ngjyruesit sipas dëshirës suaj. Hedhim një lupika. Blu. Edhim dhe ngjyrën portokalli. I trazojmë. I kemi përzgjedhur të gjitha ngjyrat që i kemi vendosur në enën. Fillojmë të bëjmë ngjyrosjen e vezëve. Do të marrim vezën, do e vendosim në një letër guzhine dhe do e lidhim nëpërmjet një llastiku. Vezët e mbështjella fillojnë të lyejnë. Do t'i vendosim në një enë qelçi apo në një enë të zakonshme. Do t'i ngjyrim shumë, do t'a regjim plotësisht letrën që kemi mbështjellë vezën, që ngjyrosja na bëhet shumë e mirë. I kemi ngjyrë vezët. Në enë do të hedhim akullin. Do t'i mbulojmë edhe me ujë. Do t'i lëmë në qetësi dhe më pas do t'i zhveshim nga letrat që kemi mbështjellë. I zbulojmë edhe vezët. E kemi përfunduar edhe një nga mënyrat e ngjyrosjes së vezëve. Besoj se na kanë marrë shumë bukur. Do t'i lyejmë me pak vaj nëpërmjet një letre.